U zgjua tremshëm dhe nisi të kërkoj për programin. Nënja Stëk, në përvazin e dritares ku kishte pas ngulur flamurin e PD-s, deri në banjë dyshoi. Nuk ju kujtua ku e kishte fshehur kur ra të flinte. I tha mendja se mund ta kishte hedhur poshtë krevatit dhe u përkul fort në atë pusë errësire. Në çastin që bëri atë përkulje të fortë, në tru ju krijuai një si shkëndi apo si një lidhje e shkurtër. Aty u shfaq Gazidede. Fantazma po ikte drejt derës së jashtme, tek tërhiqte një bishdel për të pazakont. Gazidede kishte qenë dora e tij e sekreteve dhe disa vrasjeve lart e poshtë, por u vra, edhe vrasjet si një dhelpër i bënte. Çuditërisht në anën e kurrizit të shefit të vjetër të policisë sekrete, ju shfaq fytyra një të gjalli, fytyra miushe e Gazibardit. Kjo e trembi më shumë, se tha, o Gazidede është akoma gjallë, o Gazibardi ka futur në lëkurë shpirtin e Gazidedes, o njëri o tjetri. Këta e kishin vjedhur programin e PD-s. I bëheshin herë të dy të gjallë e herë të dy të vdekur. Gazibardi i del natën me një shpatë të ndryshkur, ngulur në lëkurë, si në tregimet e Kafkës, që nga vrasja e kryer në Elbasan gjatë fushatës elektorale të kaluar. Po sikur ta kapin dhe ky të dëshmoj si u bë programi i vrasjes nga paramilitarja e PD-s, e kush tjetër do ta vjedhte programin veç këtyre që më rrin rrotull si shpirtra të vdekur, Saliu, edhe pse i zhytur në një gjumë të rëndë si të ishte vetë shkëm nga shkëlzeni, i dha një hovë dhe nisi të flas me vete. Natën tek flia më tha shpirti mos fli. Në varr dhe në gjumë nuk ka qetësi. E deformoi qëllimshëm rubairën që recitonte në rini, sa herë i jepej rasti. Lavdia dhe vdekja kanë të njëjtën fytyrë. Sali Berishën e çuan në prag të vdekjes ata të Spakut, 333 ditë në burgun shtëpi, 333 sa Krishti ose sa numër djalli, por edhe vdekjen e ktheu në lavdi. Gjatë 333 ditëve, hartoi programin e Shqipërisë madhështore, vendi po shpëtonte. Ndodhej si në legjenda. Aty ku ngjiz, aty edhe e vodhën programin. Fliste dhe i thoshte vetes, ta them mund ty, se vetëm ata që hyn e dalin këtu, ata e kanë vjedhur. Për këtë arsye ju fandaks Gazibardi me hijen e Gazidedes dhe e Gazidede me fytyrën e Gazibardit. Lidhja u bë me aeroportin e Vlorës. Sapo dëgjoi që Edi Rama foli për datën 8 maj dhe inaugurimi i aeroportit, ky menjëherë brofi, ky është programi im. E kam nisur unë i pari aeroportin e Vlorës, ma vodhi, një e vërtet, por e vërtet e dhimbshme deri në palc. Në 4 mars 1997, Berisha urdhëroi 2 pilot, Ardian Elezi dhe Agron Dajçi, që të bombardonin Vlorën e pastaj të uleshin si sfidant në aeroportin e Vlorës. Këtu, në këtë moment lavdie, ju lidhën 2 figurat e PD-s, njëri i vdekur e tjetri në jetë. Gazidede kishte dhënë urdhrin e bombardimit dhe uljen në aeroportin e vjetër. Gazibardi do t'i frynte aeroportit të ri. Në përgjumjen e vjedhjes së programit, Berishës ju bën shumë asociacione dhe nga tresa me kohët, edhe arsimin e kishte nisur ai. Gazeta RD në vitin 1992 lavdëroi se kishin shembur 700 shkolla të komunizmit. Këtë herë kishin ndërmend t'i fusnin në program, po çdo, edhe pensionet, edhe pagat, të ardhurat për frym, hekurudhat, spitalet, të gjitha i kishte në program, sikur të mos ja vjedhnin. Nëse nuk do t'ja vjedhnin, kjo do t'ishte tragjike për Saliun, se çfarë mund thoshte, asgjë të vërtet.